problemet dhe krimet në Serbi janë të akumuluara, të shumë stresuara, të sedimentuara dhe si të tilla, ato janë sikur pllakat tektonike kur lëvizin dhe sigurisht që shkaktojnë pastaj tronditje. Është një shoqëri e konservuar në krimet e viteve 90, një shoqëri e cila nuk ka pasur fuqi të bëjë denazifikimin, nuk ka pasur fuqi të shkputet as nga periudha e Miloševićit dhe në fakt regjimi i Vučićit është një regjim shumë autoritar, i ndërtuar pikërisht mbi ideologjinë serbo-madhe dhe gjeneratat e reja të serbëve me gjas janë të tengupura me këtë lloj ideologjie dhe me këtë lloj jete në një Serbi të pa defashistizuar dhe për këtë arsye është gjithë ky rebelim. Është një protestë e çuditshme, me thënë vërtetën, pothuajse të gjitha universitetet në Serbi janë të bllokuara në protestë, janë bashkuar edhe grupe tjera sociale, për shembull si bujqet, fshatarët, pastaj grupet e tjera, profesorati, dhe lëvizja si e tillë është jashtëzakonisht dinamike. Vučići vazhdimisht i akuzon se sponsorizohen nga jashtë, por situata është, po të shikohet realisht, është me gjas më shumë është një lëvizje që vjen nga brenda vetë shoqërisë serbe se sa që sponsorizohet nga jashtë, sepse po të shikoni Vučićin e përkrah ta zëm zëshëm dhe plotësisht Putini, përkaqësisht Rusia e përkrah madje edhe administrata e re Trump, ai ka probleme, thotë se ka probleme me Bashkimin Evropian, por në të vërtetë është një krizë brenda shoqërisë serbe e cila po kërkon në mënyrë si të shkputet nga e kaluara fashiste dhe nga ky regjim autoritar. Dhe profesor, fakti që studentët atje të cilët po i prin kësaj proteste që po zgjat, pra nuk po i pranojnë as partitë opozitare që t'ju bën krahi tyre, për çfarë flet? Flet për një pavarësi të tyre në organizim? Në fakt, partitë opozitare në Serbi janë edhe të dobta, por shumica prej tyre kanë ideologjinë pothuajse të njëjtë, edhe me partinë e Vučićit edhe me partinë e Dačićit, pra po të shikoni qëndrimet e tyre ta zonë ndaj Kosovës, dallojnë fare pak, prandaj ata kanë zgjedhur një rrugë të tretë, pra janë gjenerata të reja që po kërkojnë një alternativë tjetër, dhe për këtë arsye janë distancuar nga partitë opozitare dhe se me gjas mirë kanë bërë, për shkak se edhe partitë opozitare thashë kanë një matricë nacionaliste, se që i dje në një fjalë shumë të egër, ka paralajmëruar që të shtunën do të ndodhë, si më thonë edhe gjakderdhje, do të jetë fundi i këtij revolucioni, cilin ai e quhen revolucioni i ngjyrosur, duke asociuar me disa prej revolucioneve që kanë ndodhur, fjala vjen në Ukrainë, në Gjeorgji, në Kirgjistan, kundër regjimeve autoritare, ndërsa mbetet që të shihet, por përgatitjet që sot janë që do të ketë me zgjaz dhunë, sepse studentët që kanë rrethuar radio-televizionin e Serbisë dhe të Vojvodinës, veçmas në Beograd, janë në një presion të madh, janë inskenuar incidente nga vetë policia për t'i akuzuar studentët, kështu që kriza po rritet, situata po eskalon dhe momentalisht është vështirë që të prognozohet si do të shturet e gjithë kjo, kur dihet se për të shtunën është ftu praktikisht një protestë gjithë popullore, ndërsa Vučići ka paralajmëruar se do të jetë një goditje e ashpër ndaj tyre. Dhe profesor, e fundit pyetje, a mund të përsëritet ajo çfarë ishte përsëritur pra në një kohë tjetër kur Miloševići kishte rënë nga pushteti atje? Serbia ka një histori të çuditshme të vrasjes të udhëheqësve që nga mbretërit deri tek kryeministri Xhinxhish, ka një histori të madhe të rebelimeve të dhunshme që janë tipike bizantine, dhe për këtë arsye po them shumë herë transferimi i pushtetit atje bëhet me dhunë, bëhet me revolucione, me anarki, dhe në këtë aspekt po them është një shtet i çuditshëm që ndonse jeton në zemrat e Evropës nuk ka akceptuar, nuk ka adaptuar vlerat evropiane, kështu që pushteti merret me dhunë, mbahet me dhunë dhe pastaj përsëri transformohet përmes dhunës, kështu që gjasat janë që shoqëria shumë e ndarë, shumë e konfliktuar dhe kapacitete demokratike nuk ka as nënën e regjimit, as nënën e shoqërisë,
Kështu që me gjas pritet që të ketë një zhvillim dramatik, ndoshta edhe të dhunshëm, për që arsynë në Kosovë duhet jemi gjithmonë të vëmendshëm sepse tentativat e këtij regjimi mund të jenë që ta bartë eventualisht konfliktin këndej dhe jo rastisht ka ardhur edhe sekretari i NATO-s në rajon në Bosnjë dhe në Kosovë, sepse regjimi Vučićit vazhdimisht kur ka kriza të brendshme tenton që ta transferoj konfliktin ose në Bosnjë ose në Kosovë.